binjakët. Sipas këtë vështrimit tim astrologjik, o binjak, jeni një moment që duket se çdo gjë po shkon mbrapsht. Por beso mua, nuk e ke ngrën akoma tamam, nuk e ke psuar tamam. Të këshilloj të marrësh masa për ta kaluar këtë situatë, por nuk duhet të shkosh deri në atë pikë sa të ngelesh pat fare, pra mos e çon ekstrem. Bëu pak sfungjer dhe mundohu të thithësh ca privilegje të mira që ke rreth rrotull. Bëu pak tekniks. Në qoftë se ke nevojë të shkarkohesh emocionalisht e psikologjikisht, mos u mbyll në vetvete, por zhytu me kokë në rastin e parë që do të të qellojë. Në qoftë se qefin do ta konsideroj si diçka që duhet pirë me gotë, ajo gotë nuk zbrazet kur, ua kam thënë, qefi është halli madh, duhet zgjidhur. Zgjidheni këtë qef që keni përpara e që po ju vë shumë pikë pyetje në kokë.